إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة صدق الله العظيم ويقول المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى إلى آخر الحديث صدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Të nderuar vëllezër musliman, baza më e madhe dhe më e rëndësishme në fenë Allahu Gjelle Gjelaluhu është që të gjitha veprat, ibadetet të bëhen sinqerisht vetëm për hir të Allahu Gjelle Gjelaluhu. Gjenerata e parë, pra shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, si u dalluan prej gjeneratave tjera, prej muslimanëve tjerë që kanë ardhur pas tyre, ndërsa të njëjtat ibadete i bojmë duke i marrë këto ibadetet prej njëjtat burime, do me thonë prej Kur'anit dhe sunnetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Por ata e kishin kualitetin më të lartë të imanit, të fetarisë. Pse? Mund të përmenden shumë shkaqe, por përgjigja është te sinqeriteti, ikhlasi që i themi, pra sinqeriteti në vepra. Çfarë është sinqeriteti në vepra? Ikhlasi. Do të thotë sinqeriteti në vepra për hir të Allahu Gjelle Gjelaluhu, që mos kërkosh dëshmitar përveç Allahut për veprën tënde, dhe mos kërkosh shpërblyes tjetër përveç Allahut për veprën, për ibadetin që e ke bë. Kjo është sinqeritet, puna pra të bëhet për hir të Allahut Gjelle Gjelaluhu, do të thotë se edhe shpërblimin e presim prej Allahut, edhe nuk ka nevojë dikush tjetër ta dije veprën tonë përveç Allahut Gjelle Gjelaluhu. Allahu thotë në Kur'an: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Nuk qenë urdhëruar vetëm që ta adhuronin Allahun me një përkushtim, me përkushtim të sinqert, duke ja kushtuar fen Allahut në fen e pastër. Ashtu edhe ta falin namazin, ta japin zekatin, dhe kjo është feja e drejtë. Pra Allahun këtë ajet neve na urdhëron që veprat, ibadetet t'i kemi vetëm për hir të Allahut. Me ibadetet synohet kënaqësia Allahut Gjelle Gjelaluhu dhe shpërblimi i tij. Sahabet, Ebu Bekrat, Omerat, radhiyallahu anhum jami'an, krejt janë kujdes për ambalazhin e adhurimit, për pamjen e jashtme të adhurimit, ama janë kujdes hala më shumë për niyetin që e kishin në zemër. Me çfarë qëllimi e bënin veprën? Kujdeseshin të jetë vetëm për hir të Allahut Gjelle Gjelaluhu, dhe kjo i dalloi ata, pra sahabet, dhe i bani më të afërt me Allahun Gjelle Gjelaluhu, por nuk është e pamundshme t'i arrijm ose të ecim në hapat e atyre, t'i marrim shembull ata. Të nderuar vëllezër, duhet ta shikojmë se namazin për çfarë e bëjmë, haxhin për çfarë e bëjmë, agjërimin, sadakan, leximin e Kur'anit e kështu me radhë. Duhet ta kontrollojmë qëllimin ton, niyetin ton. Pra namazin e bëjmë se Allahu na ka urdhëruar për të adhuruar Zotin e gjithësisë apo për sy e faqësi. Haxhin për çfarë e bëjmë? A e bëjmë që të na thujnë haxhi apo që e ka urdhëruar Allahu dhe ne e bëjmë për të fituar kënaqësinë e Allahut? Pse shkojmë në xhenaze? A pse ka ardhur te xhenazja ime të shkoj unë te ai, apo e marrim bazë hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ai që shkon në xhenaze, e falën namazin e xhenazes ka kaq sevap sa kodra Uhudit,
si me dhonë altan. Kush shkon edhe në varim, i ka di si kodra e Hudit. Këto do me thonë qëllimet, pse i bojmë adhurimet? Sepse të Allahu vlejnë vetëm ato punë që bëhen për hir të Tij dhe për ta fituar shpërblimin dhe kënaqësinë e Tij. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kështu thot: "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Veprat shpërblehen sipas qëllimeve, nijeteve. Dhe çdo njeri do ta marrë atë që ka bën nijet. E ke bë për Allah, shpërblimin e ke për Allahut. E ke bë për Allahun xhalla xhelaluhu, e fitosh kënaqësinë e Tij dhe shpërblimin e Tij të përhershëm. E ke bë për ndonjë interes dynjallëku, e ke shpërblimin këtë dynja, por në ahiret s'ke. E ke bë për si e faqësi, njerëzit mund të lavdrojnë, por te Allahu xhalla xhelaluhu nuk vlen gjë pra kjo. Ka një hadith shumë i rëndësishëm. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e Abu Hurairës që e transmeton Imam Muslimi, hadithi sakt është, thot: "Awwal an-nas yuqda yawm al-qiyamati alayhi thalatha." Tre persona dhe merren në pyetje ditën e gjykimit, në llogari, të parët kush janë? Vepra madhështore. Thot i pari është ai që ka ra dëshmor, avra në luftë. Tjetri thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai që ka mësuar dituri dhe u ka mësuar tjerëve, dietar ka qenë, po ashtu edhe ka lexuar Kur'anin. Pastaj thot i treti është ai që ka dhënë shumë nevojtarve, ka pas pasuri. Allahu thot i pari vjen. Allahu ja njofton se çfarë ka bë, çfarë dhuntishi ka dhënë këtë dynja dhe i thot çfarë bane me këtë? Thot po Allah, luftova në rrugë tonë derisa u vrava. Allahu thot kedhebte, ke gënjyer, pra kjo është ren. E bane këtë gjë luftën që njerëzit thujnë i guximshëm, trim, dhe e than njerëzit për ty. Thot pastaj Allahu xhalla xhelaluhu, thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fi an-nar. Ki njeri Allahu i urdhënon melekët, hiq një zhak për fytyre derisa të shkojë në zjarr, hidh një në zjarr. Subhanallah, vepër madhështore, e ka dhënë shpirtin, e ka fliju jetën, ama prap në xhehenem. Pse? Nuk e kish për hir të Allahut, po e kish për sy e faqësi që ta lavdrojnë njerëzit. I dyti, ka lexuar Kur'an shumë bukur, ka ditë shumë dituri. Allahu i thot, ti dhash këto të mira, dituri. Çfarë bane me të? Ai thot, o Allah, mësova dituri dhe u mësova të tjerëve dhe lexova Kur'an për hir tënd. Allahu thot, ke gënjyer, ti e ke bë këtë që njerëzit thujnë sa shumë dituri ka ki person, sa dietar është, ke lexu Kur'an, sa mirë lexon Kur'an, kështu ke mendu ti, niyetin e ka pas. Dhe edhe ki urdhrohen melekët që ta fugin në zjarr për fytyrë, do me thonë hiqet zvarr. Pastaj i treti, Allahu i kish dhënë shumë pasuri këtij tretit dhe i tha, çfarë bane me të? Tha, o Allah, nuk kish ndonjë, do me thonë, situatë që ti don që t'jepet aty pare, t'jepet pasuri të varfërve, nxënësve, e kështu me radh, xhamis, e kështu me radh, edhe unë kam dhënë për hir tënd të Allah. Allahu thot, jo, ke gënjyer, ti dha nga pasuria që ta dhash, ama jo për hirin tem. E ke dhënë këtë që njerëzit thujnë sa dordhon është, sa bujar është, dhe njerëzit e thanë për ty, dhe edhe ki urdhrohet që të hidhet në zjarr. Subhanallah, e kuptojnë pra, veprat pranohen vetëm kur janë për hir të Allahut, kur bahen që njerëzit na lavdrojnë ose të fitojmë dhe nëse interes dynjas, këto nuk kanë vlerë të Allahu xhalla xhelaluhu. Vëllezër të dashur, me një hadith tjetër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, Allahu nuk e pranon veprën vetëm se nëse është për ta fituar kënaqësinë e Allahut dhe për ta fituar, do me thonë, shpërblimin e Allahut që bëhet sinqerisht për Allah këtë e pranon. Për ndryshe Allahu nuk i pranon veprat, sado që t'jenë të mëdhaja ato vepra. Të nderuar vëllezër, nëse një njeri ka një program të ibadetit, jep sadaka, lexon Kur'an, falet namaz, dietari i madh Ibn Taymije thot, e ka këtë programin e vet. Mos e ndale këtë programin, ne t'i boja ato adhurimet kudo që të gjendet,
edhe në mesin e njerëzve. Nëse Allahu e din se edhe në vetmi i ban ato, bani, ama rruju nga syefatësia dhe nga gjërat që e prishin sinqeritetin e njerijut. Të nderuar vëllezër, do t'i përmendit disa fjalë të sahabëve që kanë thënë. E para është Omer radiallahu an, i shkroi Ebu Musa el-Eshariut. Omeri ishte prijës, khalife, dhe i shkrujti dhe i tha, si këshill, kuj i pastrohet njeti, kush e ka njetin për hir të Allahu xhelle xhelaluhu, Allahu i mjafton atij dhe ja rregullon punët, raportet me njerëzit. Ndërsa kush e zbukuron veprën e tij para njerëzve, ndërsa Allahu e din se çka ka në zemrën e tij, pra nuk është i sinqert, Allahu do ta mbarojë atë. Pra mendo mirë o Ebu Musa, thot, bonu i sinqert që të vije shpërblimi Allahut qishën këtë dinja, të ta shpejtoja atë furnizimin, bereqetin, po ashtu mendo edhe për thesaret e mëshirës së Allahut në ahiret, që është shpërblimi i përhershëm. Një sahabi i madh, Ez-Zubair ibn al-Awwam, thot, kush ka mundësi ta bëjë një vepër në fshehtësi, le ta bëj atë. Pra në fshehtësi të kemi vepra të mira që këto nuk ka të përzihet, pra aty si e faqësia e kështu me radh. Sufjan el-Thauri, prej dietarëve të mëdhej, thot, e kanë pyet, cila është vepra e mirë, o Sufjan? Ai ka thonë, ajo veprën për të cilën nuk dush të lavdrojnë njerëzit. Dhe për sfundi prap Ebu Sufjan el-Thauri thot, nuk kam trajtuar gjë më të rëndë se sa niyetin tim, qëllimin tim. Për herë luftoj të jetë për hir të Allahut, ama niyeti kthehet kundër meje. Se njeriu është i tillë, shejtani e ngacmon që bane që të folin njerëzit mirë për ty, ose ta fitosh këtë post, ose ta fitosh këtë dynjallëk e kështu me radhë. Të nderuar vëllezër, Allahu xhelle xhelaluhu i pranon veprat nëse i përmbushin di kushte. E para është të jetë vepra sinqerisht për hir të Allahut, dhe e dyta është të jetë veprën për përputhshmëri me atë që është në Kur'an dhe në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Vëllezër, çfarë e prishën sinqeritetin e njerijut? E prishën sinqeritetin e njerijut tre gjëra. E para është pritshmëria e njerijut nga vepra që e ka bë, të prese prej njerëzve shumë gjëra, mos mjaftohet me atë që ja ka dhënë Allahu xhelle xhelaluhu. Këtë do me thonë pritshmëri më tepër se sa që i ka dhënë Allahu, e para. E dyta është, nëse gëzohemi shumë me lavdatet e njerëzve, atëherë kjo tregon se është dëmtuar sinqeriteti. E treta është, nëse shqetësohemi shumë me kritikat e njerëzve, edhe kjo tregon se në sinqeritet ka defekt. Sepse njeriu nëse është në rrugën e mbar, në rrugën e mirë, nuk interesojnë lavdatat e njerëzve, as nuk i interesojnë kritikat e njerëzve që janë të pa baza. Po ashtu ai mjaftohet me atë që ja ka dhënë Allahu xhelle xhelaluhu. Dhe në fund e përmendi vëllezër të dashur, shejtani kur e çiti Ademin dhe Havan pi xhenetit, Allahut i tha, jepëm leje o Allah deri në ditën e gjykimit. Allahu i tha, e kije këtë kohë. Ai tha, do t'i devijoj krejt roburit tu përveç illa ibadeke minhumul mukhlasin, përveç roburve tu o Allah që janë të sinqertit shejtani se një preke. Prandaj e lusim Allahun xhelle xhelaluhu që të na bëjë veprat tona, fjalët tona, qëndrimet tona sinqerisht për hir të Allahut xhelle xhelaluhu, Zotin ton, krijuesin ton, furnizuesin ton, dhe ai që është sunduesi i ditës së gjykimit. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.